Në një pyll të gjelbër jetonin dy zogjë, Blu dhe Veri. Ata donin të ndërtonin një fole, por nuk dinin si. Blu mblidhte gjëra të çuditshme, një pe, një buton, një rrip. Veri mendonte se këto gjëra ishin të padobishme. Një fole e vjetër e shqiponjës u tha atyre: "Foleja nuk bëhet vetëm me degë dhe baltë. Ajo bëhet me atë që ju e doni dhe me atë që jeni." Blu dhe Veri filluan të punojnë së bashku. Blu solli gjërat e tij të veçanta dhe të ndryshme, ndërsa Veri solli degë të forta dhe të buta. Së bashku ata ndërtuan folen më të bukur dhe më të rehatshme në të gjithë pyllin. Ishte e fortë, e butë dhe shkëlqente në diell. Mësimi: kur punojmë së bashku dhe përdorim të gjitha aftësitë tona, mund të krijojmë diçka të mrekullueshme.